Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Selvia bën veprimin që nuk pritej pas vdekjes së Shpat Kasapit. Kanë kaluar plot 10 ditë nga data e kopshme e 26 nëntorit, kur artisti mirënjohur Shpat Kasapi mbylli syt përgjithmonë, duke lënë pas një dhimbje të papërshkrueshme. Pas këtyre ditëve zie dhe heshtje totale, bashkëshortja e tij Selvie Jao ka bërë lëvizjen e parë publike në rrjetet sociale, një veprim që flet sa 1000 fjalë. Selvia ka vendosur të bëjë një pastrim radikal në llogarinë e saj në Instagram, duke fshirë çdo gjë dhe duke ruajtur vetëm 3 fotografi. Duket se në këtë periudhë të errët ajo do të mbajë në profil vetëm kujtimet më të shtrenjta. Por ajo që ka prekur zemrat e ndjekësve është një detaj te fotoja e ditëlindjes së djalit të tyre Roel. Ditën e djeshme, më 5 dhjetor, në ditën e 9 pas humbjes, ajo ka ndërhyrë në mbishkrimin e fotos ku Shpati shfaqet i lumtur me të birin, duke shtuar një dedikim që të lë pa frym. PS 05/12/2025. Babi do të jetë ëngjëll lion mbrojtës derisa xheneti të na bashkojë inshallah. Kjo fjali e shkruar me dhimbjen e një nëne dhe gruaje që humbi mbështetjen e saj më të madhe, tregon se për Selvien dhe Roelin, Shpati tashmë është ndëruar në ëngjëllin e tyre mbrojtës. Ndryshimi drastik i profilit dhe ky dedikim tregojnë se ajo po përpiqet të gjejë forcën për të ecur përpara, duke u kapur pas besimit se një ditë do të ritakohen.